gjithë të fillojnë edhe të mendojnë për të marrë masa për të përfshirë në skemën e re të sigurimit të shtëpive nga fatkeqësitë natyrore, gjë që do ta sankcionojmë edhe në ligj. Kemi mbetur për një kohë gjatë, për të vërtetës i vetmi vend në Europë që nuk e ka një ligj të tillë, dhe ka ardhur koha që t'i bashkohemi të gjitha vendeve, duke i dhënë mundësi të gjithëve që për një kontribut modest të mund të jenë të siguruar nga fatkeqësitë. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për shtëpitë, sepse siç e dini të gjithë tek shtëpitë nuk i kemi lënë asnjëherë askujt asgjë bangut, por është fjala edhe për sipërmarrjet, për njësitë e biznesit, të cilat duhet sigurohen edhe nga përmbytjet, pasi koha në cilën jetojmë, siç e shihni të gjithë dhe siç e shohim të gjithë në mbar botën, po në çdo pjesë të Europës, është një kohë ku ndryshimet e klimës po sjellin gjithmonë më shumë pranë pragut të shtëpisë sfidat e mëdha të fatkeqësive natyrore dhe të emergjencave civile, ku janë përmbytjet, ku janë edhe zjarret. Shikues të televizionit Ora News, mirëmbrëma. Ky është emisioni i radhës Alert. Unë jam Granit Sokollaj. Siç e kuptuan ndoshta edhe nga sinkrona e kryeministrit, nga deklaratat e kryeministrit Rama, të dhëna të shtunën e kaluar, në fakt do të flasim sot për sigurimet. Në fakt, ne e lidhem disi me deklaratat e javës kaluar të kryeministrit gjatë një aktiviteti, por tema nuk është fiks kjo. Ndërlidhet, patjetër ndërthuret, por ne do të flasim për një projekt ligj që ka nisur në fakt që në vitin 2023, projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet, i cili është një tentativë e qeverisë e Ministrisë së Financave, ka qenë në bashkëpunim edhe me Bankën Botërore dhe Autoritetin Mbikëqyrjes Financiare, për të krijuar dhe në fakt është shumë afër kalimi në ligj i këtij drafti, pra që çdo shqiptar është i detyruar të sigurojë banesën e tij nga tërmeti. Një sigurim që ne do të diskutojmë sot nëse është zgjidhja apo është një faturë, një taks për shqiptarët, sepse nuk është një sigurim i detyrueshëm, por për të drejtuar ne në kompanitë e sigurimeve, aty ku në fakt industria e sigurimeve është një nga katër shtyllat e ekonomisë së Shqipërisë dhe e provuar edhe në tërmetin e 2019-s ka kapacitete financuese, por do të krijohet një institucion shtetëror që quhet konkretisht Fondi Kombëtar për Tërmetet. Aty me detyrim janë marrë shembujt e Turqisë dhe të Rumanisë për të krijuar pra një institucion shtetëror financiar me paratë e shqiptarëve për t'i siguruar ata, për t'i detyruar që të sigurojnë me detyrim apartamentet, banesat e tyre apo edhe njësitë tregtare, por kryesisht banesat dhe vetëm nga tërmeti. Është një sigurim i cili patjetër kur kalojnë ligj ky ligj do të plotësohet edhe me akte të tjera nënligjore, por policat e këtij sigurimi nuk do të njihen as nga bankat, si një policë sigurimi normale kur ne sigurojmë pronat në mënyrë vullnetare, sepse duhet të themi që sigurimi i pronave sot, përveç rasteve kur na detyrojnë bankat, është vullnetar. Në gjykimin tim personal, unë jam që sigurimet të jenë të detyrueshme, sigurimet e pronave, për fatkeqësitë natyrore siç janë tërmeti, zjarret, përmbytjet apo rreshqitjet e dheut, por jo të menaxhohen nga një institucion publik shtetëror, të menaxhohen nga industria e sigurimeve, nga kompanitë e sigurimeve, të cilat përveç mundësive të tyre financiare që kanë për të dëmshpërblyer, ato ndajnë riskun edhe me risigurues, pra kompani ndërkombëtare në gjithë botën, kryesisht në Evropë, për të ndarë risk dhe sigurisht në raste fatkeqësisht kanë mundësitë financiare. Gjithsesi, edhe pse është akoma projekt ligj, në rastin kur do të kalojnë ligj, nga informacionet që kemi është që do të jetë një mbulim i vogël, një pagesë ndoshta deri 30 apo 40.000 euro maksimumi vlera e mbulimit të banesave tona, ndërkohë sot nuk gjendet banesë me 30 apo 40.000 euro
në Shqipëri, ndoshta as në fshatrat më të largët. Një prim do t'jetë për relativisht flitet i ullët, por gjithsesi a do t'a zgjidh apo jo çështjen e problemit të shqiptarëve. Do të flas me 3 ekspertë sot për këtë çështje. Kam kënaqësinë kem studio zonin Venera Gjillari, është zëvendës drejtore e përgjithshme e Kompanisë së Sigurimeve Atlantik. Mirë se vini në Alert. Nësi që ju kam studio. Zoti Artur Sulç është ekspert i sigurimeve dhe vlerësimit të domeve. Mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Kam online zotin Erald Hysa, është ekspert sigurimesh dhe ish drejtor i përgjithshëm me një prej kompanive të sigurimeve në Shqipëri. Zoti Hysa, përshëndetje edhe faleminderit për kohën. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Besoj e dëgjuat edhe do ta nis me ju, sepse ju kam kërkuar leje të ftuarve, ju nuk do t'jeni gjatë gjithë emisionit, sepse nuk ndodhen në Shqipëri. Pakën shumë keni thonë, nëse doni të rini është kënaqësi për ne, por koha juaj nuk na favorizon. Do ta nis me ju bisedën për një koment në lidhje me deklaratat e kryeministrit dhe më pas kthehemi tek draft ligji. Tani, deklaratat e kryeministrit janë shumë të bukura. Do ishte shumë mirë të realizohen, po i shoh të vështira dhe do jemi shteti i parë që do i kemi në këto terma. Them kështu sepse në djenin time nuk ka një shtet në Europë ose në perëndim që të ketë një sigurim të detyrueshëm për katastrofat, për tërmetin, për zjarrin, ka shumë gjithë përfshirës. Të paktën në djenin time. Nga ullumtime që kam bërë, del që Franca ka një sigurim për katastrofat natyrore, po atë ka si plotësim të pjesës përtej policë sigurimit, pra përtej shumë sigurimit që ka simbolim, dhe Italia po mundohet shumë, po Italia po kërkon ta vendosi për biznese. Pra, hapi kryesor që unë mendoj dhe në Shqipëri duhet nise, do të jetë nga bizneset, ato që janë forca tërheqëse e vendit. Zoti Hysa, kthehemi tek projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm banesave nga tërmetet. Si e shikoni ju spari si projekt ligj në tërësinë e vet? A është i vlefshëm për mua si qytetar i këtij vendi që të kem apartamentin tim të siguruar pranë këtij fondi që do krijohet, pra fondi kombëtar? Nuk është plotësues. Ai është një sigurim minimal që shteti ose nga sa kemi djeni nga dokumentet që janë vënë në dispozicion tani, do ofrohet një mbulim minimal për pronën e qytetarëve. Pra, do ketë një prim të ulët, popullor, si themi, që të arrihet paguhet nga gjithë, por dëmshpërblimi nuk do jetë për vlerën reale të pronës. Ç'kuptim ka pastaj, sepse duhet bërë. Do kesh një mbulim, nuk do kesh humbje totale të pronës. Po, mund ta bëjmë. Ajo si problem që i shoh unë është që nuk ka ndërlidhje me tregun aktual. Pra, kemi një 5% të tregut tani që sigurohet, të qytetarëve që sigurohen, ka gjasa që një pjesë e mirë ta humbim, sepse do thotë unë kam të policën e sigurimit, pse duhet bëj një tjetër. Pra, nuk do kuptojnë që ajo është minimal. Po, inxhinier, mund ta bëni edhe në formë bisede vetëm. Lutem, Eraldit, ka dhe një element tjetër, sepse për katastrofat tërmetet është ligji mbrojtjes civile, e cila nëse dikujt i prishet për shkak të tërmetit, marrin 1% e 50%. Tani ne do ta pagujmë që ta marrim atë 50%. Kështu i bie. Të paktën kështu kuptohet nëse do ta shikojmë me kujdes. Po. Por... Ky është, deri dje mbulon të shtetit. Tani do ta pagojmë ne dhe ta marrim. Kjo është e gjithë. Po, patjetër Venera. Projekt ligji ose prek vetëm një nga elementet e katastrofave natyrore. Por që nuk zgjidh aktualisht problemin që kemi neve si vend. Shqipëria është ndër vendet më të rrezikuara dhe katastrofat natyrore nuk përfshihet vetëm tërmeti, por është rrëshqitja, është ngritja e temperaturave, ngroja globale, janë zjarret masive, përmbytja, stuhit. Pra, ka një nocion shumë gjithëpërfshirës të katastrofave natyrore. Aktualisht, kur Shqipëria është ndër vendet më të rrezikuara, si për katastrofat natyrore, ashtu edhe për edhe pjesë e ngrohjes globale, sepse po hasim gjithë, jo vetëm Shqipëria, po gjithë rajoni me përmbytje dhe me zjarre,
atëherë përgatitet një projekt ligj që të cek vetëm tërmetin, ndërkohë që vetëm këtë behar neve kemi pësuar humbje shumë të mëdha. Është jugu i Shqipërisë që u dogj, u shkrumbua nga temperaturat e larta. Kemi përmbytje nuk kemi patur, por ka patur në rajon përmbytje. Jo më larg para 2 ditësh ishte Bullgaria që pati përmbytje masive nga reshjet, nga stuit. Pra, jemi në fazën që Kryeministri e përmendi shumë mirë që duhet të bëjmë sigurimin. Jo pa qëllime e futat sinkrone, se kjo nuk lidhet deklarata por time nuk ka një projekt ligji. përputhje deklaratën e Kryeministrit me një projekt ligj që është shumë i cënuar edhe nuk është edukuat, nuk është adekuat për kohën kur neve po jetojmë. Ligji i është referuar një praktike të disa vendeve të cilat dikur në 2014 ka qenë edhe perspektiv që Shqipëria të futen e këtë lloj praktike, një praktike si Turqia dhe Rumania, për një mbulim minimal të caktuar me një prim minimal që do ishte gjithëpërfshirës. Mbas 10-12 vitesh nuk është më e kohës kjo lloj praktike. Dhe mira është që të kthejmë syt nga perëndimi, sepse kërkojmë të aderojmë në BE, pra të marrim praktikat më të mira të perëndimit, sepse ka Franca praktikë të mirë, ka Suedia, vendet nordike, ka Gjermania, po kanë dhe vendet e tjera në përballë, kështu që Zelandere që i kanë bashkëpunim, Japonia që janë dhe vende shumë të riskuar dhe kanë zgjidhur problemin e tërmetit. Pra, ajo që neve nuk bijem dakord në nivel tregu dhe në nivel ekspertësh, është që nuk është marrë një ekspertizë e mirëqënë dhe nga grupet e interesit. Sepse flasim gjithmonë në mbrojtje të konsumatorit, pra në mbrojtje për të ofruar një mbrojtje të qytetarëve, të pronarëve të banesave. Pastaj duke shkuar më tej edhe të bizneseve. Në fakt, Frika ime është që qytetarët do mjaftohen me këtë sigurim minimal. Pra, ne do të humbim ata qytetarë që sigurojnë realisht, që sigurojnë asetet, mobiljet, pajisjet, që sigurojnë pronën me vlerë reale të tregut, sepse do thonë, ore, kam siguruar. Pastaj, një 30% që këtyre që sigurojnë aktualisht, sigurojnë për efekt kredie. Kanë një kredi në institucionet financiare të Shqipërisë, dhe këto bëjnë një sigurim. Eksakt, kush do të paguaj këtë? Do të paguaj kjo polica sigurimit që do dalin nga tërmeti tani, apo do të paguaj polica ekzistuese që kanë? Aktualisht, ky sigurimi detyruar që propozohet, është sigurim vetëm për tërmetin. Pra, tërmeti është një pjesë, një mbulim shtesë, ku baza do jetë mbulimi i zjarrit. Nëse unë vite kompania juaj, kompanit private, sepse shteti shqiptare kishte insigun dhe shiti. Ne kështu kemi bërë me gjitha e pastaj kujtohemi mas 10 vjetësh të i rikrijojmë prapë. Po bëjmë një insig të ri. Nëse unë, si qytetar që njoh fushën e sigurimeve, vete pagoj për vlerën reale të shtëpisë, me të gjithë zërat e mbulimit. Atëherë, për çfarë duhet ta kem mund këtë të shtetit të detyrueshëm? Qoftë se nuk paguani me vlerë reale, ne tregu do aplikojnë nën sigurimin. Pra, ju do ishit nënsiguruar. Po pra nënsigurimi bi me këtë që ka projekt ligji. E dyta, kjo ka qenë si që thash pak më parë, kjo pjesë mbulohesh... Projekt ligji thot sigurime... Kjo pjesë më përpara mbulohesh në mbrojtjet civile, do më thonë që kishin fond për fatkeqësitë natyrore dhe shkon deri në 50%. Pra këtë 50% që ti sot ja jep, thoj, pagu lek që unë t'jap këtë nesër. Ndërkohë, pse të paguaj lekët e ty, mbuloj komplet e kompania e sigurimit që është privat dhe jam rregull. Për qenë korrekt, ne kemi ftuar për në emision fakt për marrë pjesë Ministrinë e Financave, që është hartuesi i këtij projekt ligji, Bankën Botërore dhe Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. Ministria e Financave na ka kthyer përgjigje që duke qenë se janë në proces konsultimi dhe diskutimi me grupet e interesit nuk mund të merrnin pjesë. Banka Botërore na ka kërkuar mirëkuptim që duke qenë se ka pak stafe të hapura në aktivitete tjera edhe jashtë Shqipërisë nuk mund të ishin, ndërsa Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare nuk ka asnjë përgjigje, pra as nëse do merrnin apo s'mund të merrnin pjesë apo arsye pra heshtje totale. Dhe është për të ardhur keq, me qenë se përmendet zona Gjellari çështja e integrimit në BE, që edhe në relacionin shoqërues projekt ligjit nuk përmendet fare asnjë parafrim të paktën me aktin e Bashkimit Evropian,
me ato ligje që këto mund të përputhej ose mund të parafrohej ky projekt ligj që është aktualisht në Unë desha të shtoja diçka. Patjetër. Desha të shtoja diçka që ata së fundmi shtuan AMF-n. Pra, deri tani ishte bërë një institucion paralel, nuk ishte lidhje fare me autoritetin. Është shtuar së fundmi autoriteti që do jetë në varësi të autoritetit. Në projekt ligjin e parë nuk përmendesh fare autoritetit. Në projekt ligjin e parë nuk përmendesh, do me thënë, dilnin dhe jashtë periudhave që janë në ligj të caktuara për dëmshpërblim. Aktualisht janë afruar pak me ligjin, se periudhat e dëmshpërblimit për vlerat e larta janë deri në 30 ditë. Në rastin konkret e kanë bërë 60 ditë, po prapë në fillim thoshe 90 ditë, 180 ditë, ishte diçka që shkonte kundërshtim me ligjin. Qartë. Zotë Hysa, ta kthejmë në më praktike biseden. Nëse, urojt mos e kemi kurrat fat, por nëse do kemi një tërmet minimumi si 2019-ës, maj sa parashikohet deri tani në këtë projekt ligj, sepse nuk dim ndryshimet e fundit që mund të bëhen dhe aktet nënligjore. Një shtëpi që mund të kushtoj 100.000 euro sot në treg, në një apartament, një pallat, apartament, si do të kompensohet? Pra në qoftë se ka vetëm këtë policë, sepse Neni 2 thot qëllimi i këtij ligji është mbulimi i humbjeve financiare të pasuar nga i siguruar për shkak të dëmeve drejt për drejta të ndodhur në pasurinë e siguruar, të shkaktuar nga ngjarjet e tërmetit sipas kriterëve përcaktuar në këtë ligj. Sa do mbulohen? Do ta prishi pallatin dhe do të bëj siç bëri me 5 majnë, do të japi ato banesa bafore. Eksakt. Ky është ai projekt. Eksakt, ky është që sepse i ka lënë vetes që të drejtën mos të japi pagesë, por ta ndërtoj. Projekt ligji parashikon krijimin e një fondi kombëtar të tërmetit, i cili do marrë atributet e një kompanie sigurimi, sepse do përllogaritë primin, do përllogaritë rezervat, do aktuarin dhe janë të gjitha do bëri risigurimin dhe janë të pavarur nga ose të pa mbikëqyrur nga autoriteti mbikëqyrës financiar. Ndërkohë që merr atributet e një kompanie sigurimi që është i licencuar në AMF, në autoritetin mbikëqyrës financiar, që i mbështetet në ligjin liberalizuar për sigurimet. Le të futet në treg. Kjo është ajo kontradita që në këtë projekt ligj janë lënë jashtë kompanitë e sigurimit që eksperiencën që morëm në 2019 dhe 2020 të tërmeteve, ishin kompanitë e sigurimit që reaguan dhe që kryen të gjithë dëmshpërblimet. Automatikisht janë 42 milion euro që janë paguar. Dhe ndërkohë që plagët e tërmetit me donatorët nuk kanë bërë akoma, do me thënë nuk ka ndërtesa të pa kolauduara, të pa përfunduara dhe nuk janë futur. Japim dhe pak kohë Eraldit të lutem Venera, se nuk do rigjatë ishte fiksa ajo që i thatë 22 milion euro të paguara, i bie 22 milion euro të paguara, i bie që gjithë ekspertiza e stafeve të kompanive të sigurimit, edhe nga eksperienca ime se kam qenë në një kompani sigurimi në atë periudhë që morëm staf nga Maqedonia Veriut, nga Kosova, i bie që ku do e gjej këtë kompani? Pra, s'ka staf, patjetër që do mbështetet nga ekspertiza e tregut lokal, nuk ka ku ta gjej. Më korrigjoni nëse kam gabim. Jo, patjetër. Dini sa vështirë ishte për gjatë 2019-s të vizitoje çdo apartament, çdo banesë, çdo godin, ishte pa imagjinueshme. Erdhën stafe nga jashtë, që u ngritën ta grupe, që u vizituan këto ndërtesa, që u bë ekspertiza. Në projekt ligj parashikohet që do jetë ky fond kompetent që të krijojë strukturat, që të krijojë rrjetin me pëlqimin e saj të krijojë rrjetin e agjentëve, ekspertë, ndërkohë që të gjitha këto janë kosto, dhe këto kosto ku do rëndojnë? Mbi këtë lloj fondi. Ndërkohë që ekspertiza dhe rrjeti shitjes është i licencuar, i trajnuar, pra të gjithë kjo infrastrukturë ekziston nëpërmjet kompanive të sigurimit. Më fal, ne kemi edhe një problem tjetër shumë të madh te kjo, që ne të tre këtu dhe Eraldi 4 e kupton shumë mirë, po dhe një pjesë e mirë që punojnë fushën sigurime. Sa pallate kemi në ndërtesa që ato nuk kanë certifikat, se ka falimentuar firma, edhe si do vetë asiguroj, ai s'ka certifikat. Pa fund. Ke me anuizmin pa fund në gjithë Shqipërinë, si mundesh? Si do zgjidhet? Sigurimi mund të bëhet nëse ekziston objekti dhe ekziston një lidhje që ka personi me objektin që... Po akoma nuk është e lidhje që është juridike e sakta.
Në rastet nëse s'bën këtë sigurimin, ti do penalizohesh në shërbime tjera. Por unë nuk penalizohem nëse nuk jam pronar i shtëpisë, nuk kam certifikat. Do ndryshoj shumë, okej, do në ky projekt Kjo ligj... mund të rregullohet. Patjetër, e rregullojnë me aktën nënligjore, ja gjenë mënyrën. Po, eksakt, do rregullohet, po ideja është, a jemi të sigurt ne që kjo ndërtesë është e bërë sipas Nuk dim kualitetin e saj dhe standardet e saj. Eksakt. Dhe kjo do na jep të vështirësi si kompani sigurimi ose si fondi kombëtar për tërmetet për dhënë një vlerësim nesër, për dhënë një dëmshpërblim nesër. Ka dhe një rrezik të madh, më fal, të lutem, se dhe Venera e di dhe Graniti, edhe ju e dini dhe Eraldi. Janë mbi 600, më duket 1000 rezervuar, që po të çahen ata, digat e tyre, ato i përmbysin. Pra e përmbysi vetë shteti. S'është llogarit fare përmbytja. E përmbyti vetë shteti. Nuk është fare përmbyti vetë shteti. Nuk është fare pjesë e rezervuarve. Jo, rezervuarve. kur u hap pa dashje ajo e liçenit artificial, edhe çaj beri shpive. Pra, në këtë këndvështrim, ne kemi bombën gati. Është gjithë sistemi i... Zotë Ysa, shembujt e Turqisë dhe të Rumanisë, a kanë qenë të suksesshëm për të marrë shembull, sepse... Turqia ka një shembull tjetër. Turqia është komplet, është zonë shumë sismike, është vend shumë i madh, shumë i përhapur, dhe ka futur dhe shtetin edhe kompanitë e sigurimit i ka përfshirë. Pra nuk i ka lënë jashtë kompanitë e sigurimit lokale. Qartë, se në relacion thuaj që për te janë marrë shembujt përvojat e suksesshme të vendeve si Turqia, Rumania dhe Filipinet. Atëherë, Turqia dhe Rumania kanë eksperiencën e Bankës Botërore, e cila u kërkuat të implementojë dhe në 2014-ën, dhe një pjesë e kompanive e mbështetën si projekt. Duke filluar që mbulonin të gjitha katastrofat natyrore, pra nuk mbulonte vetëm tërmetin, dhe kishte një limit të saktuar. Në Turqi ka funksionuar dhe në Rumani ka funksionuar, por penetrimi këtyre sigurimeve është shumë i ullët. Shkon 20-22%, se dhe primi është shumë i ullët. Dhe Turqia që ka patur disa raste tërmetesh, nuk ka qenë në gjendje, pra nuk kanë funksionuar në mbulimin e dëmeve, sepse numri ishte i vogël dhe duke qenë penetrimi 20%, as 20% e banesave, plus dhe vlera limiti është shumë i vogël, kështu që është një eksperiencë e mirë, por jo po të marrë në referencë për vendin tonë, sepse mund të kthejmë kokën në praktikat më të mira. Tek ne marketohet që do ketë blokim të shërbimeve online të qytetarëve, që nëse nuk e bën sigurimin. Po, Zotë Hysa, unë do ta mbyll pjesën e parë me ju me një pyetje se çfarë studimi ose vlerësimi ka bërë ose mund të bëjë qeveria shqiptare për gjetur risiguruesin e duhur për gjithë të sipërmarrje, nëse duhet një risigurues i tregut ndërkombëtar që ka kapacitetet mëdha dëmshpërblimi, ka një studim apo pritet një studim i tillë, një vlerësim. Nuk është problem se tregu lokal i gjithë i risigurohet. Pra ka një databazë, ka të dhëna për tregun shqiptar. Patjetër, po merr përsipër një institucion i vetëm të gjithë riskun, se patë në kompanitë e sigurimeve është i shpërndarë. Kolegët e dinë shumë mirë, bëhet në punë, nuk është problemi për gjetur risigurimin, për më tepër që flasim për 1/10, maksimum 1/30 të vlerës pronës. Pra flasim për vlerat vogla. Risigurimi do jetë, nuk do sigurojmë gjithë pronën, nuk do sigurojmë vlerën e tregut sot. Do sigurojmë një pjesë të kostos së ndërtimit. Nërgoj që nëse do tërmeti, humbja është totale. Po mund të jetë humbje totale. Si do mbulohet pjesa. Unë prapë atëherë do kem 2 polica sigurimi. Një në fondin kombëtar të tërmetit dhe në një në Atlantik, për shembull. Nuk është e lejueshme kjo. Kjo është, s'mund të kesh 2 sigurime për një të pronë. Jo, e prek pak projekt ligji. E prek pak. E prek dhe risigurimi. E prek që mund të ketë dhe policë vullnetare, por kjo është ajo që kërkojnë kompanitë e sigurimit, që të jenë të përfshira në këtë projekt ligj, ke një partneritet
privat publik. Sa qënë PPP se imaginoj... Kjo përgatitet për atë punë, po përgatitet dhe kjo me sa shofëm. Po të jenë të përshira kompanit e sigurimit, le të mbikëqyret nga shteti për fondi. Kompanit duhet jenë të detyrueshme, le të bëhen të shkojnë kompanisë, nuk kam se shkojnë të fondi kombëtar për tërmetet, kjo është ide. Japonia që është vendi më i rrezikuar për tërmetet në botë, nuk e ka kështu. Më duhet ta mbyll pjesën e parë. Shumë pak e ka me shtetin, shumë pak dhe pjesa tjetër është vullnetare. Pra, edhe Zelandëre janë vende super të zhvilluara. Kjo duhet. Një stres mund të jetë që mendon shteti që duhet të jetë, se do jetë solidare dhe do jetë gjithëpërfshirëse. Dhe mbi këtë stres të jenë kompanitë e sigurimit që do të ofrojnë mbulim të plot. Një të tretë janë pensionistë që janë këtu. Në duhet ta mbyll. Zotë Hysa, koha juaj është për pjesën e dytë në vazhdim apo jo? Jo, Okej, në rregull, jo, kështu e kishim lënë, por mendova për shkak të interesit për bisedën. Falenderoj shumë. Është një temë shumë me interes edhe për publikun, është, do me thënë, i prek drejt për drejt. I rikthehemi sa po të kaloj ligji dhe të fillojnë aktet në ligjore, sepse është në interes të gjithë shqiptarëve. Në rregull. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi, ishte Erald Hysa, ekspert sigurimesh dhe ish drejtuesi një prej kompanive të sigurimeve në Shqipëri. Shkojmë reklama e kthehemi pas pak. Mos u largoni nga ekrani i Ora News. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për projekt ligjin që është afruar në fakt të quarit në parlament për të kthyer në ligj për sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmeti, një nismë e qeverisë e Ministrisë Financave që në vitin 2023 dhe që e kthen në detyrim sigurimin e banesave nga tërmeti, do të theksuar vetëm nga tërmeti, që para që nuk do të shkojnë në industrinë e sigurimeve, por pra një fondi të veçantë që do të quhet Fondi Kombëtar për Tërmetet dhe që do të menaxhojë paratë e shqiptarëve për rastet e fatkesive vetëm për tërmetet. Por që është një projekt ligj që ngjall dyshime në fakt për primin që do të paguhet, për vlerën që do të mbulohet, për mënyrën si do të funksionojë në raste fatkesish e tjera. Zonja Xhillari është zëvendës drejtore e përgjithshme e Atlantik dhe eksperte e vjetër e sigurimeve. Si do të jetë impakti i këtij projekt ligji tek qytetarët, tek konsumatorët? A do të ndihet? Ajo që në syrin teknik dhe ajo që të bëjnë që të ndikosh të kuptosh që nuk është një ligj që do të ndihmojë ose do t'i përshtatet konsumatorit, është fakti që mund të trajtohet si një formë takse. Në rast se do të bëhet pagesa për një fond katastrofe, kjo do të bëjë që se bëhet fjalë për banesat edhe për persona që janë pronar të banesave, do të bëjë që këta të mos bëjnë sigurime të tjera vullnetare në lidhje me sigurimin nga zjarri, se kjo mbulon vetëm tërmetin po ta marrësh, po dhe sigurime të tjera që mund ketë përgjegjësi ndaj zjarri, tërmeti, përgjegjësia ndaj ujit, ndaj tredhve çarjes së tubacioneve. Por në momentin që bën një sigurim dhe quhet i detyrueshëm dhe mund të paguhet sepse nuk, dhe ligji është lënë që është ky fond që do përcaktojë se ku do bëhet pagesat, si do bëhen të gjitha, pra është shumë larg asaj. Atëherë do të konsiderohet në taks. Dhe në momentin që do paguhet në forma se si do paguhet, nuk do ketë asnjë lloj interesimi për të vazhduar këto produkte të tjera vullnetare që janë produktet klasike për të siguruar banesat ose përgjegjësitë e kryefamiljarit dhe shumë të tjera. Në rast se do të ndodhi një dëm, ku do të rokasi ky familjar ose ky banor? Tek cili individ? Domethënë, gjën e parë kur ti merr një policë sigurimi nga një kompani sigurimi, atëherë ti ke lidhjet, ke pikat e kontaktit, adresat. Pra ti do komunikosh direkt me kompaninë dhe do të njoftosh direkt kompaninë, do vinë ekspertët e kompanisë të bëjnë matje, të bëjnë gjithë procedurat. Po në raste që, ti e paguan në forma siç është përmendur që mund të paguhet nëpërmjet dritave, nëpërmjet ujit ose në post, atëherë në rastin e një dëmi, ku do kontaktoj ky klienti ose konsumatori? Pra kjo është një problematik që është shumë e përzipur. Diella minisa virtuale të përgjigje. Po janë marrëdhëniet njerëzore njerëzore me zgjedhjen me kompanitë e sigurimeve, ato përplasen me njerëzve. Një problem tjetër teknik, këto janë probleme teknike që ne po shkojmë dhe pak larg, është që do jetë masive, sepse do kemi shumë numra, të gjithë do jetë kush ka një pronësi të një objekti dhe mund të jetë pronar, është i detyruar që ta bëjë.
Mirë, po mund të ketë objekte shumë shtëpi që nuk kryen funksionalitetin. Pra që ti siguron t'i paguan, por nuk ekziston. Sepse mund të kesh, ose mund të ekzistoj, por nuk është ekzistente për të banuar në atë shtëpi, siç e tham. Pra siç ka shtëpi që janë për të legalizuar, ka dhe shtëpi që ti mund të jesh pronar, por shtëpi e rënuar. Pra ti paguan për atë, mund të sjellë edhe pasojë abuzimesh. Pra ka shumë gjëra që në këndvështrimin tonë, si e shohim dhe si teknicien, po dhe si formulim që është ky projekt atë draft që është, nuk ka transparencë. Nuk ka transparencë në mënyrën e trajtimit të kësaj. Ndërkohë që ne i kemi fushat dhe nuk mund ta përjashtosh, ose janë drejtat lirit e mia, nuk duhet të përjashtosh të vish tek unë të paguash ti për këtë. Jo më vlla, do vetë kompania, sepse ndryshe mos i kishte licencuar. E kishe një sigun, e mbyllë e shite. Pra tani po na ndërton diçka tjetër. Tani ka një problem tjetër. Ne po kërkojmë të shkojmë në BE. Po kemi parafruar legjislacionet e gjitha më radhë. Ky legjislacion do bi kundërshtim me ata që kanë miratuar vetë që është 32 i fushës sigurimeve, edhe rregullores për kase 125 TMF-s, që kështu do bjerë në kundërshtim me ato. Ky element nuk përputhet fare me asnjë elementi me ligjin e sigurimeve. Pra ne do gjykojmë për elementet e afatit. Ne po parafrojmë legjislacionin e Bashkimit Evropian, siç deklarata, siç foli për këtë ligjin, projekt vendimin, ka folur që kanë bërë shumë të huaj, 200 milion euro prona, gjitha më radhë. Ai se koncepton do të pagoj një taks, edhe ndërkohë që nuk i mulohet vlera. Edhe që nuk i lejohet ta bëj, edhe nëse nuk i lejohet ta bëj te një kompani private për të plotësuar atë. Nuk mund ta detyrosh tjetrin. Rëndësi ka. Kompani private do t'i lejohet, por vetë ky draft nuk duhet të jetë kaq kufizues. Sepse ndryshon mundësinë, do me thënë ti gjithë të përpjekje që janë 30 vite dhe 32-33 vite që përpiqen të gjithë kompanitë, qoftë dhe autoritetin mbikëqyrës financiar, për edukimin financiar dhe për të mundësuar që të bëhen sigurimet e banesave, prap nuk ka një rezultat. Na 2011 ishte 11%, tani mund të shku 15 ose njëjtë nivel. Pra, po ta shikosh, nuk ka punuar njeri për këtë fushë, për bizneset, sepse ka munguar gjithmonë e transparenca, njerëzit nuk besojnë më se bëu ligje dhe mos u zbato, se e keqja është mos zbatimi, se mund të jetë një ligj perfekt, po nuk e zbatove, po se implementove, ajo nuk ka asnjë vlerë. Ligji i sigurimeve detyrueshëm të katastrofave do sjellë një zhvillim, goxha zhvillim, qoftë dhe për ekonominë e vendit, po qoftë edhe për mbrojtjen e interesave me kushtet aktuale. Ajo që do jetë eficiente, si të thuash, është përfshirja e kompanive të sigurimit. Dhe të zbatohen ligjet për sigurimin dhe ligjet që rregullojnë qoftë për pjesën e agjentëve, për ekspertës, janë të gjithë ekspertët licencuar. Janë të gjithë marrëdhënie ato. Janë ca kosto që kërkojnë të mbulojnë me këtë lloj fondi që ku do bie mbi konsumatorit. Ky edhe të privon. Unë personalisht jam njëri që i dua sigurimet. I njoh deri ku po i dua. Mendësia shqiptarëve është që paguajmë kot. E vërtetë është që mund të paguash gjithë jetën kot një prem sigurimi, po themi vullnetarët, po një herë të duhet. Një herë ndodh dhe të kthehet mbrapsht gjithë pagesa. Uroj që të paguajmë kot. Por në nenin 6, se nëse shkoj unë në Atlantik apo një kompani tjetër sigurimesh, për sigurimin vullnetar, po themi të pronës, zgjedh çfarë ofron kompania dhe zgjedh bulimet që dua, përfshirë dhe orëndit brenda, përfshirë përgjegjësinë ndaj tretëve, rrjetet e tubacionit e tjera. Okej, zjarr tërmet, këto janë në kuptimin për të ofruar siguri vetes. Por në nenin 6, policia e sigurimit të detyrueshëm nga tërmeti mbulon dëmet e ndodhura në pronën e siguruar të shkaktuar nga një apo disa ngjarje tërmeti të ndodhura në kohën e vlefshmërisë policës. Përjashtimet përjashtohen nga mbulimi i sigurimit të detyrueshëm nga tërmeti, pra në këtë rast, të gjitha lëndimet trupore duke përfshirë dhe vdekjen, kërkesa për kompensim të dëmeve morale, sendet brenda objektit, brenda banesës së objektit të siguruar, shpenzimet në lidhje me heqje zhvendosje mbeturinave, humbjet financiare nga ndërprerja e biznesit. Mund të ketë një shtëpi që kushton, po themi 60.000 euro, 50.000 euro mund të ketë orendi. Por me rafte të vjetra, 100 vjeçar, po themi me... Këto që ka përjashtuar, aty të kompania sigurimit i ketë të gjitha. Pra, unë dua të siguroj. Sigurimit ekstra, pra ti do bësh
të policë të siguruar, të detyruar, nuk Gjobe, është polica gjobe, ajo, se nuk është kompani sigurimesh, gjobes. por këtë lloj takse ose këtë lloj kontributi, dhe vullnetarisht do shkosh te kompania e sigurimit të bësh mbulimin e pjesëve të tjera. Siç është kasko. Ndërkohë që kjo sorollati ose kjo çoroditje e konsumatorit mund të harmonizohet shumë mirë dhe mund të gjendet një skem shumë optimale që të jetë gjithë përfshirëse, që të bëhet, atëherë të jetë ekzistojë ky fondi që mund të menaxhohet nga shteti edhe të jetë fond për katastrofat, por brenda kësaj të ketë mbulimet klasike të sigurimit nga zjarri. Pra të jetë, prandaj themi një gërshetim edhe ose partneritet edhe publik edhe privat. Pra kompanitë e sigurimit që ofrojnë produktet e sigurimit, të lëshojnë policat që do të jenë dhe të standardizuara, le të mbikëqyre nga ky fond. Pra, le të jenë të përcaktuara, por mbuloj vetëm këtë pjesën, pra, kjo pjesë që i takon fondit, le të kaloj nga fondi dhe pjesën tjetër të jetë e kompanive të sigurimit, sepse qoftë jo vetëm mbulimet, por edhe për llogaritë aktuaristike, por edhe për mund e risigurimet, kompanitë e sigurimit janë të gjitha të risiguruara. Dhe nëse dalin në tregun e risigurimit, shteti do ta ketë koston shumë herë më të lartë se që kanë kompanitë e sigurimit, se kompanitë e sigurimit kanë një eksperiencë 30 vjeçare dhe kanë historikun e të gjithë dëmeve dhe kanë pagesa që bëhen shumë pagesa për kosto risigurusit. Domethënë, shkon një pjesë shumë e madhe përqindje e biznesit që risigurohen. Dhe kompanitë e sigurimit i kanë kapacitetet. Nëse do iki vetë shteti, do t'i ketë shumë herë më të larta kosto, ndërkohë që kompanitë i kanë shumë herë më të ulta. Pra, bëhet edhe një balancë midis kostove dhe midis edhe mbulimeve edhe të ardhurave. Po, ama nëse do më detyron të shteti, nëse nuk do të krijoj fondi, të vitë kompanitë e sigurimeve, për pjesën e vetë, unë do isha i detyruar të bëj edhe sigurime tjera pastaj, si qytetar. Nuk mund të vi vetëm për këtë në kompanitë e sigurimit, apo mund të vija edhe vetëm për këtë? Mund të vish, pasaj sa e aftësh kompania e sigurimit të paraqesë rreziqet që ekzistojnë dhe çfarë mbulimesh të ofron kompania e sigurimit, sepse ka, po flasim për tërmetin që është katastrofë, po ka shumë e shumë mbulime të tjera që riskojmë, që jemi pjesë e risku në çdo ditë. Përveç kësaj të ligji, le ta shkallëzoj. Vëra të minimumi që do vërë 50, që diskutohet 50 euro, aq paguhet sot për një shtëpi, që pëse zgaboj. 60 euro, i bine pa orë në ditë, shkon në këtë nivel. Atëre, bëhe me 2 shkallëzime aty, se 1/3 popullsisë është pensioniste, bëhe me 2-3 shkallëzime që unë që dua ta marrë të plot, e marrë unë të këj fond. Unë që duhet ta marrë të plot, që ka mundësin, Venera ka mundësin. Po i vitë një kompani Mirfield sigurimesh pastaj. Po kjo kompani, shiko që aty të mbuloj, të lutem. 3 rrisje. Atë vite ju po jo në fond dire. Dhe kompani e sigurimit të bëj komplet sigurimin dhe vullnetar, dhe minimumi që mund të bëj, nëse nuk do të bëj sigurimet tjera, do bëj vetëm diferencën e shtëpisë, ai po të thot vetë që unë as 50% nuk t'jap, se kaq ka qenë fondi i ndërhyrjes civile për katastrofat. Ka qenë sa është tani? Tani mund ta ke bërë 30 ose 20. Si punë e ditë vetë burgut kur e fut pa drejtësi. Pjesa tjetër është e mbuluar nga kompania e sigurimit dhe ajo e për ligje dhe pjesën dhe për llogaritjet që mbulon katastrofën deri në nivelin që është mbuluar limiti i sigurimit. Dhe pjesa tjetër i kalon kompanisë së sigurimit. Pra ka shumë forma mbulimi, po jo kjo formë përjashtuese në treg. Nuk kemi zgjidhje këtu. Jo, nuk ka zgjidhje. Pra kjo është në vetvete, kjo është një taks për të mbushur akën e shtetit, për të mbuluar zjarret dhe tërmetet, gjojnë shtetit përveç ndihmave gjimare. Për të mbush zjarret, sepse e ka emergjenca civile, do vej me zjarr fikse në atje, të gjithë me radhë, vetë Po të ndodhin tërmeti janë edhe rrugët publike, janë edhe trotuaret, janë edhe këto. Patjetër do jetë fondi i emergjencës. Por ndërkohë që nuk është, ky lloj fondi duhet të jetë i plot për të paktën për qytetarët, për banesat e qytetarëve. Me qenë se në fillim ndoqëm sinkronin e kryeministrit, a ekziston mundësia që në këto ditë që është akoma në diskutime në Ministrinë e Financave të fusje edhe në këtë projekt ligje dhe rreziqe tjera, rrëshitet e dheut, zjarrin. Sepse kjo është vetëm për tërmetin, po shumë i kufizuar. Na historiku ligjeve që kanë dalë këtu, duke filluar që PPP apo krijimit i këtyre fondeve gjërat, kemi parë që nuk janë transparente dhe kemi parë që nuk ka qenë eficiente dhe nuk kanë implementuar atë ide për të cilën ato janë krijuar.
dhe po të shikosh kanë ngecur dhe në shumë mbrapa se institucionet të tjera. Ky është këndvështrimi. Ky projekt ligj ai ndryshon ligjet e funksionimit të sigurimeve sot në Shqipëri. Patjetër, sepse nuk përputhen. Nuk flasim për ata që ndjen, nuk flasim për sigurimet shoqërore shëndetësore, për sigurimin e pronës. 30 ditë duhet të kthej përgjigje Venera nëse unë kam problem në internet. Nëse unë do vi tek juaj i thot 60, 80, da bësh ishte diku përcaktuar, nuk e kujtoj tani. Nuk ishte 60 ditë. E kalon 60 ditë. Po s'ke shans në shtetin shqiptar për 60 ditë marrësh punë. Se e kemi parë ne. Jo, në fakt, reagimi i 2019 si tërmetit i kompanive të sigurimeve ishte Breslonës ju tha një shifër 42 milion euro. Ka qenë shumë solidar me humbjet, sepse dhe ato mbulime që u bën, sepse ishin të siguruar nga bankat për shkak të kredimarrjes që ka patur. Thoshte çdo kompani çka ke mësillat e preventive ta paguar. Kompanitë e sigurimit nuk kanë aplikuar as pjesën e zbritshme, as koeficientët e nënsigurimit, sepse dhe bankat i bëjnë nënsigurim për vlerën e kredis, nuk e bëjnë për vlerën e plot. Dhe ka qenë një ndjenjë solidariteti, po që shoqërohej me pagesa financiare, por pothuajse të gjithë kompanitë nuk aplikuan koeficientën e nënsigurimit dhe nuk aplikuan dhe pjesën e zbritshme dhe riparuan dhe paguan dhe dëmshpërblyen në kohë shumë reale, sepse dhe risigurusit, ishte edhe një test për risigurusit, kanë paguar në kohë reale të gjitha dëmet i kanë rimbursuar. Doja t'ju pyesja, në fakt, nëse edhe ju lejohet ta thoni ose edhe nëse e dini, nga ky 42 milion euro, sa ishin kompanive tona dhe sa të risiguruesve? Nëse e dini dhe nëse mund ta thoni, jo detyrim. Tani, çdo kompani ka politikat e veta. Patjetër. Për mbajtjen, për prioritetin e tyre. Po, pak a shumë, në tërësi industria nuk flas. Dëmet, të gjitha kompanitë janë në nivelin 250.000, 300.000 euro për dëm që i mban vetë. Mbi një dëm që shkon mbi 300.000 euro, është paguar nga risiguruesi. Por 90% të dëmeve ka qenë në këto nivele, sepse ka qenë mund të jetë pallati, për shembull ra pallati, po 2-3 apartamente ishin siguruara që ishin për shkak të kredit që ka marrë në bankë. Dhe ajo sado dëmi maksimal, ekspozimi maksimal nuk ka qenë për apartament në nivele 200-250.000 euro. Pra pjesë barën më të madhe e kanë mbajtur kompanitë e sigurimit. Pak kompanitë e sigurimit në vend. Risiguruesit kanë paguar, po kanë paguar dëmet e mëdha. Pak një koleg në Ora News sot më thoshte kur po diskutonin për temën që të bëja sot, që kishte apartamentin të siguruar vetëm për efekt kredie dhe kishte një përmbytje ujrash, rrjedhje tubacionesh nga lart kur kanë qenë me pushime të tjera dhe kur ka shkuar te kompania e sigurimit ka thonë që jo, pra nuk e dinte, je i pambuluar. Dhe po i thoja që o e sigurohet plotë sepse ajo çfarë kërkon banka është vetëm për interesin e vet. Banka ka këtë, të lajmëron, i ke prije vet policën thotë. I ke prije vetë policën. Po që ti të bosh mbulim makro për vete dhe... Kur të vesh, ti do të lexosh ato me gërmat voglat, vetëm syzet e Venerës, dhe të lexojmë ato me gërmat e voglat. Do lexuar të gjitha këto me idenë që dhe i vendos vetë çfarë kërkon. Pra banka ta jep këtë, nuk është siç po thot shteti që ta bësh të tekun. Banka thot, do ta bësh vetë, apo do ta bëj banka. Dhe bën çfarë mbulime duash ku përfshin edhe kredit. Banka duke qenë pronari i apartamentit, përsa ato është financuar se ka lënë kolaterali, intereson të ketë siguruar kolateralin për zjarrin dhe për tërmetin, vetëm ajo pjesë. Nuk i intereson për pjesën tjetër. Dhe fenomeni... Si intereson as vlera reale e shtëpisë bankës, vetëm pjesa vetë. Nuk i intereson se i duket kosto që po diskutoj këto, që ti kuptoj njerëzit. Duhet pagosh 40%, duhet kesh vetë dhe 60 thot banka. Pra në çdo moment e ka... Duke patur interesat e vetat larta dhe thot që kostoja e sigurimeve është e lartë. Por ajo që është për të ardhur keq, pse dhe, do me thëmë, pse unë e lidhe dhe me mendësinë është që në çdo rast që paguhet një kredi më përpara, shkon automatikisht dhe thot më ktheni policën e sigurimit. Do me thënë, janë kthyer dhe në vlera qesharake, që janë 1.000 lekë, 2.000 lekë të reja. Dhe ata e kthejnë edhe për këtë vlerë. Kjo do të thotë që nuk është, ajo kultura e sigurimeve tek ne është shumë e ulët. Dhe kjo do jetë një zhvillim dhe jo vetëm për ekonominë e vendit, por edhe për tregun, përveç se është dhe një mbrojtje për këdo në këto kushte që neve po kalojmë. Shiko, jam dakord se për një element ka vajtur. Po pse mos fuset te kjo vlerë edhe tokat bujqësore, produktet e tyre, të cilat për mbytja i e qonë në zero atë. Pse mos e japi dhe 50%, japi mundësin, se është qytetari ti.
Pse që nga vetëm për këtë fushë qytetari i tij dhe jo për atë fushën tjetër dhe atë tjetër? Kjo është një... Sepse ky është realiteti. Kjo është realiteti dhe kjo është pjesa pika më e dobët që këtu sigurimet e bujqësisë janë është një histori tjetër që është vështirë veç të bujqësisë, po që nuk e vetëm bujqësia, në fakt. Bujqësia është pak në siklet sot që edhe ti nuk e merr përsipër në këtë fushë që është për shkak të riskut. Po ja du ta merrte kjo. Risku i lartë dhe soptimit. Kjo taksa këtu se merr dhe bota jashtë. Dhe subvencionimet nga shteti. Po, dhe subvencionimet suporti nga shteti që ky një, se nuk i merr mjekët e vet te spitali shtetëror. Përgjithësinë personale, pse nuk e... E kanë të përcaktuar në i farmase, po nuk bëhet. Nuk i kontrolon, po se kontrolove... Pra, ta presi policën profesionale. Edhe nuk pagon më shteti lek... Kush ka licencën e ka të detyruar që ta bëj përgjithësinë profesionale? Mjeku që punon te shteti? Te shteti jo. Po te shteti po temi, pra pse... Shiko, Italia po ndryshon ligjin te kodi penal, këto që përgjithësit në më thënë gjatë punës, së gjithë më radhë, po e heq në elementi penal dhe përkalon dhe pjesat civile. Në mënyrë që të kapi gjepin ty, që të ndërgjëjsoj sa më shumë, që të punosh t'jesh sa më strikte, më korrekte puna. Kjo të gjithë gjithë format e mbulimit qoftë të fusë sa më shumë sigurime. Kjo është i gjitha, dhe më thënë, ka shumë fusha, nuk mund të kapim vetëm një. Neve po flasim të gjërat bazike. Po pra, pa është kujtuar dikush, që ndoshta mas janë një viti, 2 vjetës të hajta marrë unë atë, me PPP dhe marrë. Po s'më ta marrë kush veç industri sigurime në këtë rast, Po dele një sigurus, dele në dark e pi kafe me atë, në mëngjes ka parë një endë rrej, këtë sigur, dhe se mas ditet ka dalë ligji që ta marrë. Kështu i kanë marrë këtu të këne? Në nenin 25, operatori teknik ndërkombëtar, dhe çfarë do thotë kjo? Fondi mund të delegojë menaxhim dhe administrim operacional pra një operatori teknik ndërkombëtar. Për zgjedhjen e operatorit teknik ndërkombëtar duhet plotësohen të paktën kriteret e mëposhme, duhet të jetë shoqëri sigurime dhe risigurime në vendet e OECD-s, pra të Bashkimit Evropian. Ja, atje po shkon. Ja, ku po shkon, pra atje po shkon. Domethënë, atje po shkon, atëherë çu kuptua? Si mundet që ta bëjë një operatori huaj, kur nuk njeh kulturën e vendit, ndërkohë që neve kemi në treg janë dhe operator të huaj. Pra ti ke një treg të konsoliduar, është e pa kuptim të fare. Ke një treg që i ka kaluar të gjithë provat, e ka treguar që përballon çdo lloj ato katastrofa që kanë ndodhur, dhe fatkeqësitë i ka përballuar dhe nuk ka sens fare që të dalësh përtej kufive dhe të marrësh një operator. Dhe ajo çfarë ju përmendet më herët për pjesën e pagesës, fondi mund të bashkëpunojë për primin me marrëveshje për realizimin e disa operacioneve teknike me një operator kombëtar ose ndërkombëtar. Mbledhjen e primit, që mund të jenë kompani sigurimi, mund të jenë posta, mund të jetë fatura e ujit e tjera, vlerësimi i dëmeve dhe ndërmjetësimin për risigurim. Tani ndërmjetësimin për risigurim është që nëpërmjes ndërmjetësimi për risigurim. Tani të gjitha janë që thamë përpara. Pra, të gjitha këto janë kostot që do t'i atribuohen fondi, sepse çdo shërbim është me pagesë ekstra. Tani, thamë që ti e ke tregun e agjentëve. Janë shumë agjentë licencuar dhe janë të trajnuar nga autoriteti, dhe paguajnë taksa, dhe paguajnë detyrimet, pra janë konform ligjit. Do shpikësh agjent që do marrësh, ose do t'i marrësh nga jashtë, do me thënë janë saj gjëra që janë jo, mos të themi fjalën tjetër, po që nuk janë të qëndrueshme për situatën që kemi, ose ekspertët e dëmeve. I kemi ekspertët e licencuar nga autoriteti, që janë ekspertët më të mirë të gjitha fushave. Pra si do marrim me ekspert nga jashtë? Këto janë ato që thamë që janë të gjitha, po t'i marrë ZMZ, janë kosto të shtuara që do paguhen nga ky fond. Pra, po mbledh një fond për katastrofat, ku 80% e fondit do shkojë të paguajë këto kostot. Se ke dhe risigurimi, por risigurimi kjo është, ndërmjetësi risigurimit janë brokerat. Por këtë proces e kryen shumë mirë kompanitë e sigurimit, se është ajo që thamë pak më parë, kemi një eksperiencë, kemi 30 vite që paguajnë risigurusit, dhe kam më të qëndrueshme dhe çmimin e marrë më të mirë se sa po të dali shteti dhe të kërkoj kuotim, se delë bursë. Pra, të gjitha këto, për çfarë po flasim, po krijojnë një fond që të paguajnë shumë operator të huaj. Kur është hartuar ky projekt ligj, a janë konsultuar me ju, si shoqat siguruesish, me kompani sigurimesh, për detajet, për rrisqet, për... Jo, projekti parë që është bërë në 2013-2014 ka qenë në bashkëpunim me kompanitë e sigurimit,
Ka qenë projekti Bankës Botërore, janë bërë takime, kanë qenë dhe në rajon, sepse ka qenë një fond që ka investuar shteti shqiptar që ishte në bashkëpunim edhe me Maqedonin, edhe me Serbin, që do kryoj kjo fondi që thamë për katastrofat, dhe nuk u realizua. Në 2023... Nuk përfshinte vetëm tërmetin brenda një ligji. Jo, ishte përfshinte edhe përmbytjen edhe stuhin. Edhe katastrofat ka një nocion që është përcaktuar. Po, patjetër. Po rrëshitja dhe jo përmbytja, zjarre këto. Rrëshitjet, zjarret për shkak të thatësira, është e përcaktuar dhe edhe këtu e ka përcaktuar që katastrofë natyrore do ta shpalli i gjeo me Instituti i Gjeoshkencës, pra janë nocionet të përcaktuara. Në 2023 ndoli ky projekt ligj, i cili ishte pa kontributin e kompanive. Kompanitë e sigurimit janë grupi interesit, është më kryesorja. Dhe ishte pothuajse i njëjtë i cënuar, janë bërë kontestimet nga kompanitë e sigurimit, janë bërë propozimet për një rishikim, dhe del po një ligj, mbas 2 vitesh, ndryshimi është që përjashtun fare dhe autoritetin mbikëqyrës financiar. Nëse thuaj që me miratim... Atje ke specialist, realisht, ka specialist goxha, se kanë një jetë të tërë, një që ku ka filluar sigurimet. Autoritet që do mbikëqyrë të tregu financiar. Dhe nëse në 2023 ka qenë me miratimin, në 2024, në 2025 ndoli me pëlqimin. Pra, po të dojë pëlqim, po të dojë mos e pëlqim, vazhdojmë puna. Pëlqeve se pëlqeve. Do shkojmë një tjetër hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të tretë dhe po flasim për sigurimin, për projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të apartamenteve nga tërmeti, një projekt ligj i qeverisë, i Ministrisë Financave i nisur, i hartuar që në vitin 2023 dhe që është në konsultim, ka përfunduar konsultimi publik, por është në diskutime mes grupeve të interesit në Ministrinë e Financave. Dhe po diskutojmë për problematika që shkakton ky projekt ligj për ne qytetarët, konsumatorët, për barrën fiskale dhe ndoshta atë pamundësinë e mbulimit të dëmeve në rast të tërmetesh. Por për ju gjithë që nuk do ta keni, nuk do ta prisni këtë, ju privoheni, pra nuk do t'ju ofrohen shërbime kadastrale, nuk do të merrni shërbim nga e-Albania dhe nuk do të merrni shërbime nga qendra kombëtare e biznesit. Pra nëse nuk keni një policë të tillë sigurimi dhe mbi gjitha, sipas këtij projekt ligji, pra ky institucion Fondi Kombëtar për Tërmetin, Fondi Kombëtar për Tërmetet, përjashtohet nga procedurat e prokurimit publik, dhe në fundit janë është institucion publik, parat janë publike, pra të quara nga xhepat e qytetarëve, dhe nuk janë kontroll i pra objekt i auditit nga kontrolli i lartë i shtetit. Si është qini këtë, zoti Sulçe? Unë do ta përmbledhem në pak fjali, kostere për qytetarët, veçanërisht për njerëzit me të ardhurat të ulta. Rrezik abuzimi, për sa kohë ju lexuat atë që përjashtohet, ndërkohë që këto janë fonde publike, njësoj siç paguajmë dritat, siç paguajmë ujin, siç paguajmë çdo taks tjetër që sistemi pse e paguajmë, dhe përveç këtyre elementeve që unë shikoj një tjetër, edukimi qytetarëve, gjithë shqiptarëve, domethënë ne kemi kohë që sigurimi i banesave, i bizneset, gjithë më radhë është në nivel më të ulët në gjithë Bashkimin Evropian. Edhe në rajonin e Ballkanit jemi më të ulët, te prona, te shëndeti personal. Jemi te makinat, se ka qenë sigurimi detyrueshëm. Dhe është. Dhe është. Dhe funksionon në mënyrën më efikase. Dhe vetëm aty funksionon. Tani, kur ke një praktik, ke sigurimin e detyrueshëm të mjetit, ke dhe kaskon vullnetaren që bën me kompanin, s'do ta bëjmë me kompaninë Venerës, ta bëjmë me kompaninë tuaj. Pra, detyrueshmin do vetë ta bëj kur në zëhalli, ku e kam në ulë, se s'kam çaj bëj. Dhe janë ka mundësi zgjedhje. Dhe këtë pjesën tjetër, atëherë është krejt normale që të vendosesh, që të plotësohet, sepse zakonisht gjithkush duhet të marrë dëmin dhe vetëm dëmin. Atëherë polica duhet të mbulojë dëmin. Po hymë qikë të fushë dëmin. Polica duhet të mbulojë dëmin. Atëherë që polica të mbulojë dëmin, kooperon me kompanit. Shteti ka që përqind në funksion të një fondit vogël që të paguajnë qytetarët, sem kundër, por aman lejoje dhe të kompania. Në mënyrë që nëse prishet i pallat, a u prish pallatin në Vlorë, sepse
do t'i prishet një të huajt që ka bler shtëpi në Tiranë, fundimin e gjyqit e ka Strasburg, sa do t'a vonojnë këta këtu. Do t'i marrë lekë, do vazhdoj fatura. Pastaj do vazhdoj mandejnë, se kam bler 200 milionë euro ata, pronat palujshme këtu. Në këtë këndvështrim, shkallëzoje dhe lere mundësin, lere dritaren, që unë që i dua të gjitha shërbimet vetëm marrë dhe atje, se a i po thot 50.000 të mbuloj, 50% ose 30% të mbuloj, për atë që do presësh. Unë dyshoj që s'është as 30% në fakt. Po themi 30%. 30% falë për shprehjen, vetë balkonin blerë sot, të asaj shtëpie që ke blerë. Dhe sipërfaqe të përbashkët. Edhe sipërfaqe të shkallëve. Dakor? Kaq. Atëherë, lere hapësirën që unë këtë grop që po më kryon, ta mbuloj me kompani siguruese. Elementi parë, që të marri si plotësuese asaj policie, ose si themun, si vullnetare, si tip kasko e shpije, da më thëmë kasko shpije, po themi kopë, se pa e fusë në thonjza, sepse ka shumë gjerat të tjera pastaj, se nëse nuk plotësohen këto, u prish pallati i Serat Ermeti, po, do në ndodhi si 5 maj, eksakt. Ti i kështë shpinë të 5 maj, unë do të japë ty në bathore, ose do të qojnë kamësë, unë s'duhet shkoj ati, unë duhet të ndërtojt pallati prapë këtu ku unë e kishë. S'ka për ta bërë. Dhe Ky është risk i madh për ne qytetarë. Absolut. Urojmë që të mos ketë fatkeqësi, po që elementi tjetër nuk kontrollohesh si fond publik, ishte larguar dhe AMF-ja, ndërkohë që shoqata e konsumatorëve për fushën e sigurimit, AMF-n ka si që vete ankona dhe që vete troket, nuk ka qeverin. Mbikëqyrje dhe mbron konsumatorin. Letrat me vlerë për të gjitha këto dhe si na shërben. Pra edhe këtë e largove. Mos harrojmë elementin tjetër që thash pak më parë, që është një treta vendit tonë, janë pensionistë, me që do bëjej, me që do të paguajej atë policën e sigurimit. Pra, ka shumë element, pra, me këtë ligj kuptohet që transparenca nuk është ajo që duhet i shërbej, kjo puna që duhet bënte shteti, se para se të nxjerrësh ligjin, minimalisht duhet 3 muaj, 6 muaj me konsultime, apo një vit, dhe pastaj të filloj në televizor të sqarohej, sepse ty njerëzit as 12% të financave sot. Do doja ta kisha vërtet një ekspert dhe jo kërkova një nga njerëzit që janë marrë me hartimin e këtij ligji. Shiko, pas here ne kemi parë, fakt, me dhe ligjet dopta, se unë jam ndoshta i fushës ligjeve, po pak a shumë kjo e dem me gjëra, fushës sigurimi na ka bërë që këtë fushën tonë ta kuptojmë, sepse punojmë për ditë me këtë dhe do s'do, do integrosh, do marrësh, do japësh edhe do fillosh të kuptosh sa gjëra. Por ka dhe ligjet tjera që të cilat lidhen me këtë fushë, të cilat nuk janë të plota. Vllai dash bota e ka, shkaktove dëm, unë dua dëmin. Dhe vetëm dëmin, asnjë lek më shumë, vetëm dëmin dhe vetëm dëmin. Dhe ka të përcaktuar dhe të ligji i sigurimit, ka të përcaktuar dhe në kodin civil që nëse mua më shkaktohet një dëm, ti do më përgjigjesh për ato dëmin. Është detyrim ligjor. Pikë. A je në bashkëpunim Venera me Granitin, të dy bashkë që një pjesë e kam të kalimi përgjegjësive është element tjetër, por që ti je i detyruar. Pra ne kemi një, ligji i sigurimit të detyrueshëm funksionon në mënyrë më, është me korniza, funksionon në mënyrë më të mirë dhe i përgjigjet të gjitha dëmeve. Problematika më kryesore që do të sjellë kjo ligj do të jetë shmangja e produktit të sigurimit të pasurisë nga mbulimet klasike. Pra duke marrë një produkt, thjesht një mbulim për katastrofat vetëm për tërmetin, çdo qytetar do mjaftohet me atë dhe thotë unë e kam të siguruar. Ju do të birë. Nuk do vi asë bëj sigurim zjarri. Mund të bizneset e mëdha, ne harrojmë edhe shumica e dëmeve janë nga zjarri dhe kryesisht nga zjarri aty ku përdoret gaz, për shembull. Sa familje ka sot. Dhe të gjithas që janë dhe përgjegjësitë e tjera. Ne kemi edhe papin që ne duam të çojmë sipas programit që kanë, duam të çojmë gazin për çdo shtëpi, të bëjmë furnizimin e plotë të rrjetin e kësaj. Atëherë, ndërkohë që Azona Xhillari një pyetje, se duke diskutuar dhe nga herë pas here vinë mendime. Nëse ky draft do të kalojë kështu dhe do të kthehet në ligj, a mund të ishte një opcion i mirë që
të shërbej ky draft për të gjithë ata që nuk i duan sigurimet, industrinë e sigurimet, pra nuk bëjnë polica, nuk bëjnë sigurimet pronës në mënyrë vullnetare. Por për njerëz që e kanë, e duan një sigurim vullnetar, të mos e ngarkojnë me 2 sigurime, dhe unë që e kam, pra unë jam i detyruar, kem një policë sigurimi për tërmetin, fus të skanuar në një sistem e ngarkoj dhe nuk privohem nga sistemi historikun e ton të pagimit të sigurimeve. Kompanive të sigurimit jep emrin të del të AMF-ja. Jo se nuk do t'ju prishet puna, jo, unë ngarkoj në i Albania policën time ku jam i siguruar të pronës dhe për shtetin është okej, sepse kam edhe tërmetin dhe nuk privohem nga këto shërbime që na privonte sipas draftit. Po do vishte kompania të marrësh një policë sigurimi? Patjetër pra, nëse por nëse ka njerëz siç janë shumica shqiptarëve sot fatkeqësisht që nuk sigurojnë pronën e tyre, ky detyron dhe do ta bëjnë për tërmetin. Po unë që i dua dhe të tjerë që i dua, do bësh mbulimet që janë të policës domosdoshme që ato që unë i dua. Të sigurimit të pasurisë, mbulimet klasike, që do të jetë zjarri, do jetë përmbytja, kush tërmeti me patjetër. Dhe nëse unë ngarkoj në i Albania, shteti thotë, "Okej, Graniti që ka i siguruar, nuk më detyron ta pres te policë dhe nuk më privon nga shërbimet." Do ishte zgjidhje e mirë kjo. Kjo do ishte zgjidhje shumë e mirë. Dhe për kompanitë e sigurimit do vazhdojnë të funksionojnë sepse janë të mirë kapitalizuar, kanë biznesin, janë të strukturuara, do me thënë, janë bishina dhe vazhdojnë që të zhvillojnë aktivitetin. Kanë të gjithë... Atë që diskutojmë është që nuk zgjidh problematikat për të cilën bëhet ky ligj, qëllimi që do bëhet ky ligj, pra nuk mbron interesat e konsumatorit, se po flasim, prandaj të gjithë problematikat të qëllim kanë, që qëllim, do me thënë, kush është goli final? Që të mbrohen nga të papriturat dhe nga rreziqet që aktualisht po vuajnë jo vetëm Shqipëria, por gjithë rajoni, gjithë vota. Parimisht ka një gjë. Nëse unë e pres të kjo të një kompani sigurimi, unë jam i mbrojtur o vlla. Jam i mbrojtur plotësisht që do ta marr dëmin. Hiq vetëm se është kosto zvendësimit që bëhet ajo. Hiq dëmin, unë do ta marr dëmin, hiq vetëm atë amortizimin dhe unë do ta marr dëmin. Pjesë e zbritshme. Po unë po them që të paktën shtetit na njohi këtë policë. Këtë po themi, pra, po të njohi këtë policë. Se unë i bi që ta bëj 2 herë. I bi që ta bëj 2 herë. Atëherë, personalisht unë Venera, po një pjesë e mirë, ndoshta edhe ju edhe një pjesë e mirë që njoh fushën sigurime ka filluar dhe edhe bëjmë shëndetin. Për shembull, unë kam gati 7-8 vjetë që bëj për vit familjarisht edhe shëndetin për veten time. Nuk kam lëviz, na e kompani që kam qenë, vazhdoj bëj shëndetin. Në këndvështrimin, por sa jemi ne jemi të fundit Ballkanit dhe të shëndeti. Ne jemi të fundit Ballkanit edhe të pasuritë e palujshme, edhe të makinat e mi rregull në që ishë bëri detyrueshëm. Dhe pjesa tjetër dhe po të shikosh pjesës... Dhe kaskot e nivele shumë të ulta. Primet e sigurimit për frymë popullsi janë më të ulta në rajon. E Kosova i ka më lartë. Eksakt. Pase mos flasim për Sloveninë që është mbi 1.000 euro për person. Kurse neve për frymë kemi shkon të 50-60 euro për frymë. Në mos gaboj, po shkputem edhe një moment nga ky projekt ligj. Pas tërmetit 2019-ës, doli një vendim, u hartua dhe miratua një vendim i Këshillit Ministra për sigurimin e detyrueshëm, në mos gaboj, më korrigjoni, të përgjegjësive të ndërtuesit. Apo funksionon kjo? Po funksionon. Ja, dhe me përgjegjësinë e ndërtuesit ka një koncept gabim. Sepse bëjmë përgjegjësinë e ndërtuesit, e kanë të siguruar shtëpinë. Dhe mbaron. Jo pa qëllim. Te harron që ajo e ka pat kohore mbaron. Jo, dhe thotë e kanë për 10 vite. Do me thënë duhet t'ja shpjegosh që nuk është... për 10 vite, por çfarë të mbulon? Po pra, është përgjegjësia e ndërtuesit për gabimin që ka bërë në konstruksion dhe ka të përcaktuar. Por duhet të flasësh me konsumatorin, pra duhet të flasësh me pronarin e shtëpisë që merr shtëpinë. Mungesë transparencë që themi. Pikërisht. Edhe informacione, nuk pyes. Jo, duhet edukuar, të lutem. Para se sa të bëhet një veprim, para se të bëhet duhet minimalisht 1 muaj deri në 3 muaj të jetë fushat në gjithë televizionet që të diskutojnë këto, që t'i rrifet veshje dhe t'i ta kuptojnë një element. Sepse janë zero, ne jemi indiferent. Konsiderojnë si kosto. Kjo është i gjithë. Në fakt, në informacionet që kam, ndërtuesi du t'a paguaj vetë këtë të prim. Në aq info sa kam, ata po ja faturojnë blerësve. Dhe madje, disa prej noterëve mund t'a blejnë, qofse një policë për atë apartamenti takon një familje, nuk e di, 250 euro, themi, dhe noterë e blejnë 500 euro. Dhe këte e themi jo pa qëllim që në fundit ata shkojnë të drejtojnë kompanive të sigurimit, se nuk kanë se presin policë sigurimit tek noteri, aty ku ka marrëveshje ndërtuesi për
kontrata dhe shitjes shpive. Mund të ketë vetëm këtë përgjegjësinë që përmendi Venera, kolegja, që Ndërtuesi. ai ka njësoj si unë të puna ime dhe unë kam lerë përgjegjësi personale për punën që bëj, si vlerësues dëme që jam. E ke detyruar, ndaj të tretë. ke detyruar e ke vjetore. Atë përsa kohë ushtroj veprimtarinë e kam me vete, por ka shumë institucione tjera se ne fillon të pagojmë na 2 drejtorë në çdo institucion shtetëror. Filluam gati dhe deputet, pastaj pagojmë me 2 deputet kur ata ikën në parlament. Kështu që ne kemi marrë dorën këtyre gjërat, i dublojmë të gjithë dhe jemi në rregull. Dhe qëllimi është që të ndërgjegjësohemi dhe të mos bëj ky projekt ligj, mos shkoj një ligj që do paguajmë taks, po një ligj që do jetë mbrojtje financiare. Në fakt mesazhi nuk do të jetë. Po së jetë, sepse ashtu është qëllimi ti. Nuk të mbron as nga ajo që çfarë foli kryeministri, binte ndesh me këtë projekt ligj. Domethënë kishte shumë ide të qarta dhe i tha, okay, të bëhemi të gjithë që të mbështesim dhe të paguajmë sigurimet për katastrofat, të bëhet me detyrim, por ky projekt ligj është shumë larg, është jo profesional. Jo, më le të zgjedh unë ku dua. Ti i ke lënë operatorët në treg, i ke nxjerr, më lë mua. Janë të licencuar, unë do shkoj tek ai që besoj se janë... është konfidencialiteti që mund të kesh me një kompani është njëshi që të rritet, po janë marrëdhënie me klientë, ato nuk kuptohen, sepse po të shikosh shumë njerëz si presin, sot e presin policën e sigurimit te kompania juaj, nesër dhe Venera, pas nesër është ai tjetri. Pse? Është prishur ky raporti. Dhe në këtë këndvështrim, pastaj dela emri i mirë se cilës kompani. Por në shtetin tonë, ku e ka emrin e mirë deri sot? Ku e ka në këtë këndvështrimi që unë besoj? Ka emrin e ka të madh, Fondi Kombëtar për Tërmetet. Po mima u bë ajo, u bë Iliria Garden, u bën gjitha, po prap ndodhin ngjarje aty. Pra, po ti shikojmë gjërat. Ne implementimi, ligji mund të jetë një ligj shumë i mirë, po u morë në duart gabuara për të implementuar, ai nuk është më ligj. Duhen të jenë përfshirë dhe grupet e interesit që të dali një projekt ligj që do t'i shërbej të gjithëve. Unë gjykoj që sigurimet disa do t'jenë patjetër të detyrueshme. Nëse unë ndërtoj poshtë rrjedhës së Vjosës dhe përmbytëm, pse du të kërkoj tek shteti. Shteti vërtet më ka lejuar të ndërtoj aty, kam dashur vetë, por nëse e di që do përmbytëm 2 herë në vit... Të ka lejuar që të ndërtoj. Po pra, më ka lejuar. E një minutë. Ka lejuar si që bërë dhe shpim pa leje. Po s'du të lejon të pra s'kam funksionuar allkat e ti, implementimi ti në treg, atë është ndryshe. Unë nuk do t'i kërkoj dëmsh problem shtetit për përmbytjen, këtë po them. Jo, nuk do t'i kërkosh për përmbytjen. Por do t'i kërkosh ati që dha lejnë që ndërtove ti atyre. Jo, do t'i kërkoj kompani sigurimit, do të sigurohem dhe të shkoj... Por do t'i kërkosh dhe këti që të dha lejnë, në mënyrë të pa drejtë. Unë po mendoj gjithmonë që zgjidhet halli qytetare që dëmtohet, jo të rri gjyqeve 30 vjetë. Ora, ai nuk ka as letra, se me shtacimin e pjesët as kanë letra... letra... Nuk duhet të moment të fillosh, që në momentin e parë duhet të jetë prezent dhe nuk duhet të lejoj. Po që mbi 18 vjeç, presupozohet që i njeh çdo ligj që del dhe do mash përgjegjësi për gjithë ato ligjet. Kështu që si qytetar. Po, që kur fillon të ndërtosh pa leje, ka institucione shtetërore që do të thotë, dakor, leja është aja, po ka institucione dhe njerëz që paguhen me taksat e shqiptarëve që thonë, tu lejohet, tu s'lejohet, tu ke risk, atu s'ke risk. Se nuk kanë qenë budallit parta që ndërtonin kodër ose në mal. Edhe për shkak të lirimit sipërfaqe të tokës bukës, por edhe për rrisit që ata dinin. Po është krejt normale, këtë po diskutojmë në parim. Duhet them këtë që sigurimet duhet jenë me detyrim, sepse ne ndërtojmë në mënyrë të gabuar, ne nuk ndrojmë një kaluam të privati, operatorët për të qenë të lirshëm ne si qytetar për të plotësuar liritë të drejtat tona, për të realizuar çdo gjë. Se në fund fundit ky është edhe sistemi që kemi zgjedhur, sistem të liberalizuar. Atëre, po të zgjedhim autokratikun, siç po marrim ligjin e Turqisë, po marrim ato të kodit penal, dhe në vend që t'ikim para i bie që kemi ecur me njetra. Kodin penal nuk e di, s'kam koment për te se aq shumë ka problematika në gjykimin tim. Unë gjykoj te pjesa e kodit penal vetëm për pjesën që lidhet me rrugën, me kodin rrugor që njoh vetë. Nuk flas për ato tjera, unë se jam jurist. Për ato që lidhet me atë, gjithmonë ka qenë tendenca, dhe kur kemi bërë në një gjë që kemi huazuar nga jashtë, kemi qenë grup pune, gjithmonë ka qenë tendenca që i që këte. Jo, Allah, mere,
po i themi popullorçe, mota mosi që ka ky, vendose aty jenë rregull. Të marrësh ligjin. Okej, do ta përshtatësh edhe me kulturën e vendit edhe me të marrësh praktikat më të mira, po paktën personat që merren me këtë projekt ligje duhet të jenë merr perëndimin, po do jenë se neve kemi kodin civil francez, kemi ligjin e TPL-s, kemi marrë italian, por e kemi dhe përshtatur, kur janë bërë studime dhe punojnë grupë pune dhe përshtateshin. Me situatën e vend. Me situatën, po edhe me natyrën e vendit tonë. Ai sa na u deshën 30 vjet ndryshonin koeficientin e shumës kapitalizuar. Nëse keni diçka në koeficienti i shumës kapitalizuar është ndryshuar në 2012 në Itali. Dhe të shifrat ishin që në 2008-ën. Okej, se janë sa koeficient që ne ndërruam në 2021. Është shumë teknike për ata që na ndjekin dhe nuk e kuptojnë. Brenda normave. Nuk e kuptojnë. 30 sekonda për një thirrje për këtë projekt ligj dhe për do ta mbyllim. Është një nismë shumë e mirë, që duhet përkrahur nga të gjithë, sepse në fundit na detyron që neve të kemi një mbrojtje për çdo të papritur se këmbrojmë biznesin ton, familjen ton, pronën që ne kemi ndërtuar. Por, që në fillim të filloj në rrugë të drejtë, të filloj me shina të drejta, dhe pasaj të vazhdoj si projekt ligj. Dhe është një projekt ligj që duhet të mbështetet, por që duhet jetë shumë i mirë studiuar. Jo në këtë mënyrë. Kjo ka goxha problematika që ne për ato folëm. Qartë. Diçka për shtuar apo ta mbyll? Unë mendoj që duhet më shumë transparencë, qeveria të punoj për edukimin qytetar të kësaj fushë dhe të lërë opsionin tjetër që për sa kohë ne kemi fituar lirinë në 90-ën, a 92-shin, të lërë atë lirinë që unë të operoj në gjithë këtë treg që më krijoi ky shtet. Zoti Surçe, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Zëra Gjellari, kënaqësi që u kisha në Alert. Në një minutë të fundit do ta mbyll programin me një çështje tjetër, fakt që nuk lidhet me sigurimet. Bëhet fjalë për ato çfarë ne na vinë çdo të premte nga Safety Gate, nga RAPEX, sistemi RAPEX, falni Komisionit Evropian, për sigurinë e përgjithshme të produkteve. Bëhet fjalë për produkte jo ushqimore, të cilat sillin risk për konsumatorët. Siç e shihni edhe në ekran, bëhet fjalë për lodra, të cilat vazhdojnë të jenë në çdo raportim të përjavshëm, që janë me kimikate, që sjellin risk për fëmijët, po jo vetëm kimikate. Kemi produkte nga më të ndryshme të përdorimit të përditshëm, kemi higjienën, kemi kozmetikën, markat edhe më të njohura, edhe ato që janë të markuara CE, të cilat shkaktojnë risk për konsumatorët. Kemi autovetura, kemi motorcikleta, të cilat Komisioni Evropian kërkon tërheqjen e tyre nga tregu pranë shitësve apo koncesionarëve për shkak të elementeve të pasigurisë në rast pas rasti, pra situata të ndryshme që nuk ofrojnë për konsumatorët, kemi higjienën e përmenda, kemi bijuteri, kemi pra gjithçka të mundur që nuk është ushqim, por produktet përdorimit të përditshëm. Ky është fundi i Alert për ditën e sotme. Dëshimit të premte në ardhshme në 21, mos harroni ritransmetimin të shtunën në 13:30. Deri atëherë, mirupafshim.